Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë publikuar zyrtarisht Strategjinë e re të sigurisë kombëtare 2025, një dokument bazë që përcakton drejtimin e politikës amerikane në raport me Europën, NATO-n dhe zonat me ndjeshmëri strategjike, përfshirë Ballkanin. Strategjia riafirmon aleancën me Europën, por njëkohësisht sjell një ndryshim të fortë në shpërndarjen e barës së sigurisë, duke i kërkuar vendeve europiane më shumë përgjegjësi financiare dhe ushtarake. Strategjia e re e sigurisë është bazë për Europën dhe NATO-n. Europa, shtyllë e qytetërimit perëndimor sipas SBA-s. Në kapitullin kushtuar Europës, dokumenti e përshkruan kontinentin si një nga pikat kyçe të qytetërimit perëndimor, duke theksuar se mbrojtja e demokracisë, lirive themelore dhe stabilitetit politik është interes strategjik i drejtpërdrejt i SBA-s. SBA i kërkon Europës 5% të PBB-s për mbrojtjen. Një nga pikat më të forta të strategjisë është kërkesa e prerë që vendet europiane të NATO-s të rrisin ndjeshëm buxhetet e mbrojtjes deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për ushtrinë dhe sigurinë. Dokumenti thekson se Shtetet e Bashkuara nuk mund të vazhdojnë të mbajnë të vetë me barën financiare të mbrojtjes së Europës. Mesazhi është i qartë: siguria nuk do të jetë më e garantuar falas për aleatët europian. Strategjia e re e sigurisë është bazë për Europën dhe NATO-n. NATO mbetet boshti kryesor i mbrojtjes. Strategjia riafirmon NATO-n si mekanizmin kryesor të sigurisë së përbashkët transatlantike, por kërkon ndarje më të drejtë të barës financiare, rritje të kapaciteteve ushtarake europiane dhe përmbushje reale të angazhimeve nga të gjitha vendet anëtare. Ballkani, zonë strategjike për sigurinë euro-atlantike. Në dokument, Ballkani dhe Europa Juglindore konsiderohen zona me ndjeshmëri të lartë strategjike për shkak të indikimit rus, pranisë ekonomike kineze dhe pozicionit gjeografik si korridor lidhës mes Europës dhe lindjes. SBA thekson nevojën për forcim të pranisë së NATO-s në rajon, stabilitet afatgjat, mbrojtje nga indikimet e aktorëve të jashtëm. Shqipëria nuk përmendet me emër, por hyn direkt në strategjinë e re të sigurisë, edhe pse emri Shqipërisë nuk përmendet drejt për drejt në dokument, si vend antar i NATO-s dhe pjesë e Europës Juglindore, Shqipëria përfshihet automatikisht në arkitekturën e re të sigurisë që përcakton strategjia amerikane. Në praktik, kjo do të thotë rol më i madh në sigurinë në Ballkanit, rritje përgjegjësish ushtarake, angazhim më i fortë brenda strukturave të NATO-s. Mesazhi kryesor i strategjisë. Strategjia amerikane e vitit 2025 dërgon një mesazh të qartë. Europa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, NATO mbetet boshti i sigurisë, Ballkani mbetet zonë strategjike për stabilitetin europian dhe vendet si Shqipëria pritet të kenë rol më aktiv në këtë arkitekturë të re të sigurisë.